Erzen Rudin që të merremi vesh. Programi i hekurudhave është një pako e re dhe tërësore, të cilës i ka ardhur koha tani më, dhe e cila është hapur me Tiranë Rinas Durrësin, ku puna po shkon drejt përfundimit. Por çka duhet ta dini për kulturën tuaj të punëve në këtë vend, që më duket shumë e kufizuar, dhe pastaj talleni as talleni, kjo është puna juaj, e drejta juaj, është fakti se vonesa dhe fillimi të punimeve në atë hekurudh kanë qenë të lidhura me pozicionin ende të dobët të Shqipërisë deri para ca vitesh, kur ende nuk na merrnin shumë seriozisht. As BE-ja, as bankat e saj zhvillimore, të cilat janë burimi i financimit të pakos së hekurudhave përmes Fondit Evropian të Investimeve për Ballkanin Perëndimor. Sot është një histori tjetër. Dhe prandaj jemi në procese të avancuara me hekurudha Durrës Hanihotit, ku nis puna brenda këtij viti, Durrës Rrogozhin dhe pastaj ose Rrogozhin Porgades dhe pastaj Durrës Rrogozhin, hekurudha e korridorit 8, apo Durrës Fier dhe Fier Vlorë. Të gjitha këto nisin me radhë njëra pas tjetrës, po jo më vonë se në 2030-ën, të tëra janë në procese ndërtimi të ndryshme. Dhe në fillimin e dekadës tjetër, do jenë të tëra në punë dhe të dy ju do keni mundësi të shfrytëzoni edhe trenin. Për i të vërtetë mendoja që s'ka më njerëz që vazhdojnë me këtë avazin 3D, ndërkohë që Shqipëria 2030 po merr formë dita ditës, me shumë ëndra, me shumë punë dhe patjetër edhe me shumë durim, se përveç të gjitha tjerave duhet dhe durim ekstra për të përballuar ty dhe shokët e tu.